Tani Oriola Marashi do ta vendosim në një sfidë shumë të bukur, në një trade meal quiz e quajmë ne. Ti do ecësh në pistë si një sportiste, me që na the që duhet bëjmë palestër që të bëjmë fizikun në formë, dhe unë do të bëj pyetje të cilat do të bëhen më të shpejta se vet pista që ka ardhur këtu në sken. Oriola Marashi në pistë me taka madje. Super, se edhe stërvitjen për sot që kisha bërë, kështu që bënte stërvitjen me këtë rast dhe ja ku i ke pasarelën tënde të vërtet. Di sa kaloriset vën mirë Oriola, sa the që trupi do të jetë në formë. Pyetjet për ty. Si quhet drejtuese aktuale editoriale e American Vogue? aktuale më duket është një Chloe, nuk e mbaj mend emrin? Chloe Mel. Chloe, po. Kush është figura historike që e drejtoi Vogue për dekada dhe u kthye në simbol të syzeve të zeza dhe gjykimit të ftohtë? Shumë e thjeshtë, the iconic Anna Wintour. Anna Wintouri do të ftoj patjetër në Met Gala ty, bukuroshe. Klesh nam njëra atje me fizikun Waiting for the invitation, Anna. Manifesto se ti manifestimin e këtë fort. Dhe Paul Marciano dhe vetëm kur të erdhi mesazhi. Një gjë di që do shkëlqeja në atë tapet. Cila këngëtare veshi fustanin e famshëm prej mishi në MTV Video Music Awards? Lady Gaga. Bravo. E çmendura Lady Gaga. Edhe bën pasarele, dhe bën sport, dhe me taka, dhe përgjigjesh. Si quhet eventi më i famshëm i modës ku të famshmit shpesh vishen sikur po shkojnë në dasë muze dhe planet tjetër njëkohësisht? Sa po ishte Met Gala. Yes. Cila markë mode njihet për tabanin e kuq të këpucëve? Christian Louboutin. Sa të rahatshme janë ato këpucët? Po, ja. Me ato do të kishë hyrë shumë. Cila këngëtare u bë ikonë e stilit me lookun e saj në Single Ladies, Lemonade dhe skena super teatrale? All the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. Beyoncé. E madhe je, si quhet kur vesh disa shtresa rrobash dhe duke shik, jo si kur ke frika i ftohti? Layering duket, që i vesh si për njëra mas tjetrës, po. Cila këngëtare shqiptare me karrierë ndërkombëtare ka qenë shpesh pjesë e eventeve të mëdha të modës? Urdhërove një herë të lutem? Cila këngëtare shqiptare me Dua Lipa. Cili është ndryshimi mes modës dhe stilit? Moda ndryshon. Stili mbetet joti, vetjak, domethënë, nuk është e thënë që do ta ndryshosh stilin vetëm se moda ndryshon. Fiks. Cila këngëtare nga Barbados u kthye edhe në një emër të fuqishëm mode dhe beauty me Fenty? Bad Girl Riri. Rihanna. Si quhet stili kur vishen vetëm me një ngjyrë ose me nuanca të së njëjtës ngjyrë? Si quhet stil monokrom? Monokrom, po, monokrom look. Cila markë italiane lidhet me Meduzan si simbol? Versace. Yes, sa si gabim s'ke bërë. Cila këngëtare është bërë ikonë për ndryshimin e vazhdueshëm të lookut nga country girl tek pop superstar? Taylor Swift. Ua! Po ti gjetë të gjitha, Oriola. Cila është një nga frazat më të vërteta për modën? Jo çdo gjë është e shtrenjtë, është e bukur. Jo çdo gjë është e shtrenjtë, është e bukur. Duar trokasin fort Oriola Marashin, që nuk duhet të zbres asnjëherë nga pjedestali më të bukurës vajzë shqiptare, dhe se nuk ka qenë as në Miss Universe, as në Miss Globe, as në Miss Albania. E bukur, me një kurorë kështu të padukshme që duhet të shndrijë gjithmonë në mendjen tënde të bukur. Të falenderoj dhe të duam shumë. Me Oriola Marashin dhe me bukurinë që do ndryshojë gjithmonë botën, mbyllim këtë edicion të Peter Pan duke falenderuar fëmijët dhe sidomos ju prindër që na keni ndihmuar të realizojmë këtë edicion. Faleminderit gjithë shqiptarëve. Kalofshi pushime sa më të gëzuara dhe sa më shumë të pushojnë këtu në Shqipëri. Ejani Kalamaja, ejani. Natën e mirë të gjithëve. Faleminderit.